Nëse do që të fillosh dhe të bësh para online, duhet të dish se ka 3 mënyra kryesore, të cilat në fakt janë shumë të mira. Duke filluar nga freelancing, shitja produkteve digjitale dhe YouTube. Por gabimi që bëjnë shumica është se përpiqen që t'i bëjnë të treja këto mënyra njëkohësisht. Dhe më pas përfundojnë duke mos bërë asnjërin prej tyre siç duhet. Prandaj në këtë video dua të ndaj me ju cila është rruga më e saktë që edhe unë vetë kam provuar dhe çfarë do t'ju sugjeroja, sidomos atyre që në fakt duan të bëjnë të treja. Freelancing, produkte digjitale dhe YouTube. Të treja janë mënyra shumë të mira, funksionojnë me të vërtetë, unë aktualisht i bëj të treja, por nuk janë të njëjta. Ka nivele të ndryshme vështirësie, kanë kohë të ndryshme për të gjeneruar të ardhura, pra në kuptimin se sa shpejt mund të monetizohen dhe të fitoni para, dhe gjithashtu kërkojnë strategji të ndryshme në mënyrë që të funksionojnë. Le të marrim me radhë, e nisim me freelancing. Freelancing, e kemi thënë disa herë në videot në këtë kanal, do të thotë të ofrosh një shërbim dhe të paguhesh. Pra ti di të bësh diçka dhe këtë gjë e bën për një biznes ose individ dhe ata të paguajnë në këmbim. Për shembull, unë aktualisht punoj si social media manager, pra ky është shërbimi që unë ofroj për bizneset me të cilat punojnë dhe ata më paguajnë mua në mënyrë që unë të krijoj strategjinë për rrjetet e tyre sociale, t'ju bëj postimet, t'ju bëj ndonjëherë dhe reklamat ose t'ju ndihmoj me funnels. Ju mund të jeni ndoshta designer, mund të jeni fotograf, mund të jeni kontabilist, nga fusha të ndryshme për të cilat mund të ofroni shërbime. Cili është avantazhi më i madh i freelancing? Është se ti mund të fillosh shumë shpejt dhe unë prandaj rekomandoj shumë shitjen e shërbimeve online, sepse nuk ke nevojë për audiencë dhe nuk ke nevojë që të jesh i famshëm në mënyrë që të fillosh. Thjesht të duhet një aftësi. Pra duhet të dish të bësh diçka, duhet të kesh diçka për të ofruar në mënyrë që njerëzit të paguajnë. Dhe normalisht duhet të kesh gatishmëri për të vepruar. Gjetja klientëve është shumë e thjeshtë. Mjafton që ju të kontaktoni njerëz të ndryshëm që mendoni se kanë nevojë për shërbimin tuaj. Dhe kjo nuk është spam, të kontaktuarit e klientëve që mund t'i gjeni në rrjetet sociale, është ndër teknikat më të mira dhe më të zakonshme për ata që nuk kanë followers, por gjithsesi duan të fitojnë para online. Çështje për të cilën mund ta trajtojmë në një video të veçantë, më thoni edhe në komente nëse është një temë që ju intereson. Por praktikisht kjo është ajo që duhet të bëni për të filluar dhe për punuar si freelancer, të keni një aftësi dhe gatishmëri të madhe për të vepruar. Por ka edhe një disavantazh, ju shkëmbeni kohën tuaj për para. Pra, unë për të krijuar përmbajtjen e një klienti mund të më duan 3, ndoshta edhe 4 ditë që ta përfundoj si punë, që do të thotë, duke marrë parasysh sa kohë më merr një klient, unë jam e limituar në numrin total të klientëve për të cilët mund të punoj. Pra, freelancing është një projekt shumë i mirë për fillestarët, edhe pse mund të përshkallëzohet nëse ju merr një ekip, por mund të kaloni tek një mënyrë tjetër më pas më interesante, siç është shitja produkteve digjitale. Produkte digjitale është diçka që unë e bëj krahas freelancing, pra unë shes shërbime si freelancer, por gjithashtu shes produkte digjitale. Në rastin konkret, unë shes kurse online, kurse në të cilat kam paketuar njohuritë e mia dhe eksperiencën time ndër vite. Kurse në të cilat trajnoj ata që duan të punojnë si social media managers, sepse është diçka që unë e bëj, jam e aftë dhe kam eksperiencë dhe njohuritë e duhura në mënyrë që t'ua mësoj të tjerëve. Por këtë gjë unë e kam sjellë në formën e një kursi online, kurs të cilin e kam krijuar një herë dhe mund ta shes pa limit. Dhe këto janë produkte digjitale. Mund të jenë kurse si në rastin tim, por mund të jenë edhe libra digjital, mund të jenë template, në varësi të fushës në të cilën ju operoni. Avantazhi më i madh këtu është se unë nuk shkëmbej kohën direkt për para. E krijon njëherë produktin edhe e shet atë shumë herë, sepse nuk mbaron asnjëherë, edhe kostot për ta krijuar monetare janë thuajse zero. Por ajo që duhet kuptoni këtu është se nuk është aq e thjeshtë në fillim. Nuk është diçka që ju mund ta bëni direkt, sepse e para duhet keni eksperiencë në diçka. Së dyti duhet keni audiencë, sepse kujt do ja shesim. Dhe jo thjesht ndjekës, se ndjekësit sot edhe mund t'i blesh, mund të futesh në një giveaway dhe i bën ndjekësit, por ndjekës të besueshëm, njerëz të cilët në fakt ju besojnë juve dhe do ta blinin zgjidhjen që ju ofroni për një problem të caktuar përmes produktit tuaj digjital, kurs apo libër. Prandaj, produkte digjitale do thoja është faza tjetër e të shtuarit të
burimeve të gjenerimit të ardhurave online për ju dhe jo faza e parë, sepse jo të gjithë ja nisim nga një numër i konsiderueshëm ndjekësish. Nëse ju jeni në fazën që keni ndjekës dhe keni ndjekës shumë aktiv të cilët kanë besim tek ju, atëherë pse jo, mund të filloni që tani dhe të krijoni një produkt digital dhe ta shisni. Por nëse jeni në fazën që nuk keni ndjekës, nuk keni fare audiencë në rrjetet sociale, ju sugjeroj shumë të filloni me freelancing, të fitoni eksperiencë dhe më pas mund të ofroni produkte digjitale. Por, ndërkohë që ju po punoni si freelancer, duhet punoni në ndërtimin e audiencës tuaj. Pa audiencë dhe besim, nuk mund të shesësh produkte digjitale. Madje unë sugjeroj të filloni të ndërtoni audiencën tuaj para se të ndërtoni produktin tuaj digital, sepse edhe idetë për çfarë lloj produktesh digjitale të krijojmë dhe të shesim, mund t'i merrni shumë mirë gjatë rrugës nga feedbacku që merrni nga audienca që ju jeni duke ndërtuar. Metoda tjetër është YouTube-i. YouTube-i është strategji afatgjatë. Ju krijoni video për një audiencë të caktuar dhe monetizoni përmes reklamave dhe është diçka që merr kohë të ndryshme për kanale të ndryshme, sepse disa tema mund të përqafohen më shpejt nga audienca, një lloj narrative mund të përqafohet më shpejt, diçka më vonë, pra varet, nuk është e prermetike dhe shpeshherë mund të marrë shumë kohë derisa të fillojë dhe të gjenerojë të ardhura. Për ata që ndodhen në Shqipëri është shumë e rëndësishme të kuptoni se fitimi i të ardhurave në YouTube është më i lartë nëse ndjekësit tuaj janë të huaj. Por që ndjekësit tuaj të jenë të huaj, atëherë kjo do të thotë që ju do të postoni përmbajtje në gjuhë të huaj. Pra që të keni fitim të konsiderueshëm dhe të mirë. Nëse ju krijoni një brand personal në YouTube, ju hapen shumë dyrë bashkëpunimesh, qoftë me reklama, me affiliate marketing, po jo vetëm. Affiliate marketing dhe bashkëpunime mund të bëni edhe për tipologji të tjera kanalesh, mund të jenë edhe kanale faceless, por e rëndësishme është që ju të fokusoheni në fillim në ndërtimin e audiencës, në krijimin e videove cilësore për të cilat njerëzit shfaqin interes, bëjnë subscribe dhe ndërveprojnë me to në mënyrë që algoritmit ju japi juve sa më shumë vizibilitet dhe t'ju rekomandojë sa më shumë. Avantazhi i madh është shumë për ata që duan të ndërtojnë një brand personal, ju ndihmon madje që të ndërtoni një brand personal shumë të fortë. Për ata që shesin produkte digjitale, për shembull siç janë kurset online ose ata që janë freelancer dhe shesin shërbime, kontenti long form, pra videot e gjata, ju ndihmojnë juve më mirë se çdo lloj pjesë tjetër kontenti që të krijoni besueshmëri. Dhe besueshmëria sjell konvertim, besueshmëria sjell shitje. Jo vetëm kaq, unë do të sugjeroj edhe për ata që kanë produkte fizike. Sa më shumë përmbajtje cilësore dhe domethënëse dhe që përçon vlerë të postoni në YouTube për audiencën tuaj, të jeni të sigurt që aq më shumë do arrisi konvertimin. Dhe ky është fitimi më i mirë që mund të keni nga përdorimi i kanalit tuaj në YouTube. Po ta lidhni me shitjen e asaj që ju ofroni dhe pastaj të ardhurat që mund të fitoni nga reklamat le të jenë bonus. Ju e keni parë edhe vetë ka shumë një tendencë të lartë në Shqipëri në krijimin e podcasteve. Podcastet të cilat janë servirur në YouTube dhe në fund të ditës të gjitha këto rrisin imazhin e një individi, zakonisht atij që po hoston podcastin, sponsorizohen nga brende të ndryshme për ta mbështetur si projekt dhe ata të cilët krijojnë podcaste të tilla duke patur në fokus rritjen e brandit tyre personal dhe si rrjedhoi shitjen e produkteve ose shërbimeve që ata ofrojnë, kjo është një strategji me të vërtetë shumë e mirë për ta përdorur këtë platformë. Por le të jemi realist, nuk është një mënyrë e shpejtë për të bërë para, është një mënyrë shumë e mirë, por në afatgjatë. Pra cila do të ishte strategjia duhur për dikë që do t'i bëjë të treja këto? Bëjni me radhë. Në vend që t'i bëni të treja me njëherë, filloni me freelancing. Përcaktoni çfarë aftësisht keni, çfarë dini të bëni, çfarë diçka për të cilën të tjerët ju pyesin shpesh, diçka për të cilën të tjerët ju thonë që ju jeni shumë të aftë, shumë të mirë. Sillni një shërbim në treg, merrni eksperiencë dhe më pas mund të kaloni te produktet digjitale, sepse në këtë fazë ju mund të keni ngritur tashmë edhe audiencën tuaj. Keni më shumë bagazh dhe njohuri për të ndarë me të tjerët në formën e produkteve digjitale dhe paralelisht me këto aktivitete ndërtoni edhe kanalin tuaj në YouTube. Kjo do të ishte në fakt strategjia më e kopsitur për dikë që do të jetë creator dhe të ketë sukses në këtë lloj biznesi ose në këtë lloj industrie. Mbani mend, suksesi online nuk vjen duke bërë shumë gjëra njëkohësisht, por duke bërë gjën e duhur në kohën e duhur. Dhe mos u nisni vetëm nga fitimi i parave. Patjetër na duhen lek në fund të ditës, sepse të gjithë kemi fatura për të paguar, por kuptoni, i gjithë ky rrugtim do ju transformoj edhe juve si njeri, do të mësoni shumë, do të njihni shumë njerëz të tjerë, do ju hapen shumë dyer dhe në fund fitimi më i madh do të jetë rritja e vlerave tuaja profesionale si njeri dhe jo vetëm i llogarisë tuaj bankare.
Nëse ju me të vërtet jeni të interesuar të mësoni për secilën nga këto mënyra ose njërin prej tyre, ju sugjeroj që të bëheni pjesë edhe online business school. Aty do të mësoni hap pas hapi se si të përdorni njohuritë që keni ose ato që janë në program për të krijuar prezencë, produktet dhe shërbimet tuaja, dhe gjithashtu do të mësoni se si të menaxhoni edhe kanalin tuaj në YouTube e ta bëni atë të suksesshëm. Shpresoj që t'ju shoh në program, klikoni linkun në përshkrim të videos. Do shihemi sërish në videon tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.